Përshëndetje nga tuneli Llogaras. Nesër është tunë, në orën 9, datë 24 maj, tuneli do të jetë i aksesueshëm për të gjitha automjetet, për trafikun që vjen dhe shkon në jug të vendit, përveç automjeteve të tonazhit të rënd. Tuneli do të jetë pa pagesë deri në 15 shtator, në mbështetje të plotë të industrisë së turizmit, e cila tashmë ka filluar të konsolidohet. Kjo tregohet qartë edhe nga numri i gjithë njësive të reja të hotelerisë që po hapen në jug të Shqipërisë. Kështu që duke filluar nga nesër, faciliteti i kalirimit në tunel do të jetë i disponueshëm për të gjitha automjetet. Përshëndetje nga tuneli Llogaras. Nesër është tunë, në orën 9, datë 24 maj, tuneli do të jetë i aksesueshëm për të gjitha automjetet, për trafikun që vjen dhe shkon në jug të vendit, përveç automjeteve të tonazhit të rënd. Tuneli do të jetë pa pagesë deri në 15 shtator, në mbështetje të plotë të industrisë së turizmit, e cila tashmë ka filluar të konsolidohet. Kjo tregohet qartë edhe nga numri i gjithë njësive të reja të hotelerisë që po hapen në jug të Shqipërisë. Kështu që duke filluar nga nesër, faciliteti i kalirimit në tunel do të jetë i disponueshëm për të gjitha automjetet.